أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në rrugën e drejtë dhe na bëri të mundshme të jemi pjesëtar të fesë islame. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuar, duke ndjek se çfarë është duke u bë në skenën ndërkombëtare, deklaratat të cilat po shohëm vazhdimisht të ndryshme në lidhje me çështjen e Palestinës dhe duke u ndryshu politikat, shohëm se kush me të vërtet kanë e përkrahë. Dhe bota sot po vrehet se ka një frikë të dukshme nga agjenturat e cionizmit botror. Dhe sot ndoshta e keni përcjell dhe e keni pa deklaratën e presidentit kanades, I cili dol dhe deklaroi se asnjë udhëheqës nuk duhet të ketë frikë që të thotë se është cionist dhe thot unë jam cionist. Justin Trudeau, që është pra prisi I popullit kanades, sot publikisht del dhe thot se është cionist. Deklaron haptazi pa turp se është përkrahës I një sistemi zullumqar, I një shteti diktatorial, nga ana tjetër perëndimi mundohet ta luftojë komunizmin, fashizmin dhe I sulmon këto teori dhe politika të cilat kanë pas diktaturën në sistemin e vet, e nga ana tjetër e përkrahin një diktatur tjetër që është më e fllihshme se komunizmi, që është cionizmi sot udhëhece e politikës botrore. Cionizmi si politik nuk e ka për bazë fen. Këtë duhet ta kemi parasysh. Benjamin Netanyahu si udhëheci I cionizmit dhe të tjerët të cilët e përkrahin cionizmin, presidentët dhe politikanët amerikanë të cilët janë pjesë e cionizmit, ata nuk e ndjekin cionizmin për shkak të fesë, sepse cionizmi nuk ka të bëjë me fe, cionizmi ka të bëjë me politikë. E politika e cionizmit në bazën e vet, në esencën e vet është materialiste. Nuk ka të bëjë me fe, nuk njeh fe, sepse Allahu Gjeleshanuhu nuk ja u premtoi kërkundi tokën e Palestinës cionistave. As kundi. As Musa a.s. nuk ja u ka premtua atyne se toka e juaj është Palestina. Po as Davudi a.s. nuk ja u ka thënë dhe nuk ja u ka premtua atyne se Palestina qenë ka jahudive. Këtë ma vonë kanë shpik mendjet e tyne. Këtë ma vonë kanë qitë prej mendës vetë cionistët që ta marrin këtë tokë dhe ta bëjnë të vetë. Dhe cionizmi ban një union, ban një mbledhje të madhe në vitin 1897, para 128 vjetëve, në Basel të Zvicrës. Dhe aty u tubun të gjithë cionistët dhe të gjithë udhëhecit e politikës jahudie. Dhe aty e shkrujtën një plan program se si ta marrin Palestinën në durët e tyne. Dhe cionizmi me përkrahjen e Britanisë
dhe përkrahjen e disa shteteve tjera, po kryesisht Britania ishte numër 1 e cila e përkrahte, ja mundsoi në udhëheqjen e Theodor Herzl, i cili ishte organizatori i kësaj mbledhje, bani që aty të themelohet ideja për krijimin e një shteti sionist. Dhe prej këtij vitit, pra prej 1897, sionistët fillun të punojnë si të hyjnë në Palestinë. Po duke qenë se në këtë periudhë ende ekzistonte Perandëria Osmane dhe nuk kishin mundësi ata që ta bëjnë shtetin e vet, ta krijojnë atë shtetin e vet, duke qenë ende Perandëria Osmane, çka bën? Fillon ta shkatrojnë Perandërinë Osmane. Fillon të punojnë si ta shkatrojnë Perandërinë Osmane, sepse e dishin se përderisa ekziston Perandëria Osmane, nuk do kese mundësi ta bëjnë Izraelin. Dhe atëherë i përdorën gjitha mjetet dhe metodet që ta bijnë ta shkatrojnë këtë shtet të muslimanëve. Dhe e ngjallën brenda muslimanëve nacionalizmin, që të mundën ta përçajnë Perandërinë Osmane, e cila ishte një perandëri e përbame prej shumë shteteve. Gjithë shtetet u patën bon një. Dhe çka bon? Që të mundën ta përçajnë këtë unitet muslimanëve që ishin bon një, fillun brenda këtyne shteteve të Perandërisë Osmane ta ngjallin nacionalizmin, që Arapi thote unë jam Arab, Shqiptari thote unë jam Shqiptar, ai tjetri thote unë jam ky, dhe secili duke u thirrë në nacionalitetin e vet, fillun të krijojnë armiqësi ndaj nacionalitetit tjetër. Fillun turqit ta urrejnë shqiptarin, shqiptari filloi ta urreje turkin, turki filloi ta urreje arapin, arapi filloi ta urreje turkin, dhe kështu fillun do thotë që t'i përçajnë. Dhe kur i përçan në vitin 1923, përfundimisht e shkatruan Perandërinë Osmane. Dhe në këtë periudhë që të mundën të realizojnë pastaj atë planin e tyne, mbas luftës parë botërore, fillun atëherë të shtinë si refugjat jahudit në Palestinë. Fillun të mbledhin nëpër Evropë dhe fillun të shtinë Palestinë. Dhe në vitin 1948, vetëm se më fillun që au japin edhe shtetin e vetë. Hynë si refugjat e u bon pastaj pronar dhe agallarët e Palestinës. A kur erdhen si refugjat. Kur hien Palestinë, erdhen pi Polonie, erdhen pi Ukraine, pi Romunie, pi Gjermanie, pi vendeve të ndryshme të Evropës, dhe shkuan muslimanët të cilët ishin me qindra vjetë e me mia vend në Palestinë, fillun t'i vrasin dhe t'i përzan prej aty. Para mendoje, Polaki shkon prej Polonie në Palestinë dhe thot Palestina është vendi jem. Po ka u bo vendi jote. Si mundet ne ta shprejtu në Shqipni dhe shkojmë të punojmë Zvicër, e mbas një 50 vjetëve thojna ne Zvicra e Shqiptarëve është. Kur u bo e juja? Si cili e ka atë vendin e vetë, si cili e ka atë shpinë e vetë. Pse ke shku misafir, ke hangër iftar të dikush i misafir, të ka bo sajgi, s'do të thote se u ke bo aga i shpis, nuk do të thote se e bo pronari i shpis. E kështu xhamat ishte puna e Palestinës. Palestina prej gjunahit fillun t'i marrin jahudit se i vritshin në për Evropë, Gjermania i vritte, ajo tjetra i vritte, dhe muslimanët e Palestinës i qelën derët t'i marrin, se ju vind të gjuna, se shif Gjermania i mbyt, Polonia i mbyt, Rusia i mbyt, hajde t'i mirë në ne t'u ndihmojmë. Dhe i morën për t'i ndihmu, dhe shif një sot çfarë sherion të pa. Dhe që kjo është xhamat kur dikujtja e bgishtin e ajta hakrahin. Që kjo është. Palestina u mundu të bëhet shtet i mirë që ndihmojem, ja u qeli derët i pranuj si refugjat, shumica e jahudive prej Evrope kur mbrin Palestina, as papuqe nuk kishin veshët, as pantulle nuk kishin veshët, e sot që ato jënë bëhet të thujnë palestinezët duhet i përzan prej këtu. Tip që ke ardhë Netanyahi para 40-50 vjetëve ka ardhë pi Polonie, e të vijet i kalzoje palestinezi që është aty 2-3 mijë vjetë, ti thote unë jam tokën teme, ty do të me të zjerë prej këtu.
Po kush tha se ti je në vendin tëtë? Prej ka u bon evropian të shkojnë të marin Palestinë dhe thujnë se e jona është Palestina. Që këto jahudit që ka thojnë sot se jonë Palestinë jahudi, këto nuk janë jahudit të cilët kanë qenë ati në kohën e Musës a.s. Këto janë jahudit të ardhët për Romania, për Polonia dhe prej vendeve të Evropës. Nuk kanë bëjnë kur gja me Beni Israelet e kohës Musës a.s. Këta janë jahudi të cilët e kanë pranu izmin shumë ma vonë. Nuk e kanë pranu të cilët kanë qenë kohët Musës a.s. Do thot kishtet zullumqar i cionizmit e shohëm se qëfar propagande o të bo. Qëfar propagande anti-njerëzore është e bo. Cionizmi prej fillim kër e boni shtetin e vetë, e boni edhe flamurin e vetë. Dhe besoj si cili prej juve e ka parasysh flamurin e Izraelit. Një pjesë e bardh, një fushë e bardh me 2 vijat kaltërta dhe në mes ylli jahudive. Çfarë tregon kjo? Simbolika e këtij flamurit është se toka e shenjtë paraqitet me të bardhë. Dhe ndërmjet 2 lumejve, 2 vjet e kaltërta të cilët janë, simbolizojnë 2 lumej. Njëna në Nil që është në Egjipt, e tjetra e Eufrati që është në Irak. Dhe çfarë do thotë prej Nili deri në Eufrat do të jese tokë e Izraelit. Prej në Afrikë do thotë në Egjipt dhe deri në Bagdad të Irakut do të jese Izrael. Çajo është kuptimi i flamurit jahudive. Do thotë ylli jahudive ndërmjet 2 lumejve. Dhe kjo është politika të cilën ato vazhdimisht duan ta mbrin. Cionizmi për këtë punon, që ta boje territor të garantuar dhe të sigurt për kanë, për ardhjen e Dejxhallit. Izraeli është duke bo këtë territor ta marrë jo vetëm Palestinën, një të e pasë është e luftu edhe në Liban, është e luftu edhe në Siri tash, nuk është e luftu vetëm me Palestinën. Dhe pse gjithë këtë luftë, që ta boje prej Nili deri në Eufrat të sigurt. Dhe kur ta boje shtet sigurt, atëherë ta boje të sigurt për ardhjen e Dejxhallit, të cilin ata e mpresin si mbreti atyne. Ne hala në për xhamia kur kallëzohet për Dejxhallin, në hala si muhabete prallësh. Izraeli shif disa mia njerëz jo të mbyt për çket Dejxhallin. Sot e kësaj dite o të mbyt njerëzi për Dejxhallin. A ne kur kallëzojmë na për derse hala mendojmë se do jesë edhe një certani film të ardhmen. Hala se kemi të bindet në muslimanët se kush është Dejxhalli. A jahudit janë të mbyt për ditë musliman për të bo shtetin që të vijet Dejxhalli. Ata janë të i pregadit shtet, ata janë të pregadit palat të ndërtojnë për Dejxhalli. Ama muslimanët hala në gjumja, muslimanët hala të flejt. Cionizmi për ditë po shkatron shtete muslimane. Ama muslimanët hala në gjumë. Shif një gjemat në vitin 1996. Netanyahi e ka shkrujt një libër, Luftimi i terrorizmit, 96. Dhe prej atëherë në librin e vetë, që ki qka është tash udhëheci jahudive, Benjamin Netanyahi, prej 96, do thot dikundi para 30 vjetëve, ka shkrujt në libër se ne, jahudit, që të mundët ta kemi shtetin e sigurt, duhet mos luftojmë me terrorizmin drejt për drejti, se luft drejt për drejti me terrorizmin është e vështirë dhe e pamundshme. Po thot që të mundemi ne, jahudit, ta shkatrojmë terrorizmin, kur thot terrorizmin në kupton islamin xhamat, çdo herë këta keni parasysh, dhe çdo herë na përmediume, kur përmendet terrorizmi, dinja se e kanë për qëllim islamin. Dhe kur ata thonë se duhet ta shkatrojmë terrorizmin, ju duhet ta përktheni se ata dojnë ta shkatrojnë islamin. Dhe Netanyahi thot se ne për ta shkatruar terrorizmin duhet të shkatrojmë shtetet të cilët e përkrahin terrorizmin, pra shtetet të cilët e përkrahin islamin. Dhe Netanyahu që të mundet të realizoje çket planin e tij, se thot ne thot e kemi marrë në 48 Palestinën dhe nuk e kemi ndërmend që u kthejmë më. Kështu thot që ki premieri i jahudive. Ne thot që u kemi marrë, kur kemi ardhët, ja u kemi marrë Palestinën
e në thot nuk e kemi ndërmend më t'ja u kthejmë. Dhe që të mundët ne thot këtë tokë ta rujmë prej muslimanëve, që mos na e marrin dhe ta bëjmë shtet sigurt, thot duhet t'i shkatrojmë shtetet të cilët e përkrahin terrorizmin, sipas atij, pra që e përkrahin islamin. E cilët janë, ai ka thonë, ne duhet t'i bëjmë thot plani jem, Netanyahu thot plani jem është t'i bëj thot për 5 vjet 7 lufta. Dhe 7 shtete thot duhet t'i shkatrojmë. Këtë thot Netanyahu, 7 shtete duhet t'i shkatrojmë brenda 5 vjetëve. Dhe cilët janë këto shtete? Irani, Iraki, Siria, Libani, Libia, Somalia dhe Sudani. Somalia dhe Sudani, të cilët janë të Afrikës. Dhe e shohëm xhamat, çka u bë me këto shtete. Tash kthejnja pak filmin bast. Prej në 96 kur e ka shkrujt Netanyahu se këto 7 shtete duhet t'i shkatrojmë, tash kthejnja lentën bast cilët shtete janë të u bë luftë. 2011 të lufta në Siri, 2002 lufta në Irak, 2005 lufta në Liban. Dhe krejt që këto shtete që i ka përmend Netanyahu se duhet t'i shkatrojmë, Netanyahu me ndihmën e Amerikës që këto 7 shtete sot i ka bo partal. Përpos me Iranin që halasja ka nis. 6 të tjerët të cilët i përmenda, ja u ka prish krejt sistemin politik dhe ekonomik. Libia në kohën e Gaddafit ka qenë ndër shtetet më të forta në Afrikë. Sot Libia është një prej shteteve më të paorganizume, jo në Afrikë, por ndoshta edhe në botë. Iraku në kohën e Saddam Huseinit ka qenë prej shteteve më të forta arabe. Shife çka i bën Saddam Huseinit dhe çka i bën Irakit. Siria ka qenë një prej shteteve më të forta arabe. Shife çka i bën Siris. Shife çka i ka bën Libanit. Shife çka i ka bën Sudanit. Shife çka i ka bën Somalis. Dhe Libani, Libia, krejt këto shtete xhamat i kanë shkatruar në palc. Sa që sot ata nuk mund të vinë në vete. E tash pasi i kanë shkatru këto shtete lipin ndim prej kujt? Prej Amerikës. Amerika i ka shkatru, i ka mbyt, tash i thojnë Amerikës, ty na mbytesh e hajnë na ndihmot qofmin kam. Para më dojë çfarë ndihme mund t'jese kjo. Dhe kjo xhamat, plani i Netanyahut 96 kur e ka shkruajt librin e vet, Lufta ndaj terrorizmit. Dhe shife ato 96 kanë bo plane dhe janë duke i realizu tash e kësaj kohë. Dhe krejt që kjo qka është e u bo, kjo është moti kohë e planifikume. Nuk ka ardhë kjo luft tash në moment që ati u pas ka njësë. Jo, këto janë planet vjetra, këto janë planet moqme. Cionizmi çdoher e ka pas për synim çka gjendet ndërmjet lumit Nil dhe lumit Eufrat. Duhet të jese illi jahudive. A illi jahudive nuk ka të boje me fejnë hebreje, po illi jahudive ka të boje me satanizmin. Jo rasisht sot e kësaj dite, si hirbazët kur marin e shkrujnë Hemalia, si hirbazët kur marin e bëjnë si hire, e vizatojnë qatë illin e jahudive. Pse? A mendojnë se rasisht o? Nuk o rasisht, po ajo është ill i shejtanit. Dhe që këto cionistët, këto nuk besojnë Allah, nuk besojnë Zot, po e besojnë shejtanin. Këta nuk e kanë parasysh as muslimanin, as krishterin, as jahudin. Cionisti për ta pru sigurin në shtetin e Dexhalit është në gjendje të avrase kush do që t'i dali për para. Po kofta edhe jahudi, a je vret vetëm mos ja pengoje planin për ardhjen e Dexhalit. Dhe kjo xhamat ta keni parasysh është qëllimi i kësaj lufte çka është duke u bë dhe nuk e dim të ardhmë se çka do të bere. Por, çdo herë ta keni parasysh se cionizmi kët e ka planin superior dhe madhështor që ta bere sigurin për shtetin e Dexhalit të cilin ata e besojnë si Zot. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.